يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء. O ju që besuat, agjërimi është të bërë obligim, sikur që ishte obligim edhe i atyre që ishin para jush. Andaj që të bëheni të devotshëm. El Bekare 183, urime muaj i urtësisë. Mirë se erdhe Ramazan. Ramazani është muaj i mëshirës, muaj i Kuranit. Lexoni Kur'an, sepse Kurani do të jetë ndërmjetësues për ju në ditën e gjykimit. Është muaj Ramazan. Është një muaj në të cilin i kujtojnë fëmijët e uritur në këtë botë. Me agjerim, kënaqim Allahun dhe i shihim lotën e fëmijëve të uritur. Gjithë fëmijëve musliman, urime muaj Ramazan. شهر القرآن فيك أذوق حلاوة. O ju njerëz, po ju troket një muaj madh dhe i bekuar, e ky është muaj i mëshirës. Agjerim të lehtë të çdo besimtari dhe besimtarje. Natën e fundit të Ramazanit, Zoti do t'i falet të gjithë agjëruesit, pasi që punëtorët me mëditjet të tyre marrin shpërblimin pasi që kanë kryer punën. Për plot bereqet, edhe ti tek ne, o sa lumturi të jesh në këtë fe. Çfarë ka thënë Allahu xhaleshanu për muajin e Ramazanit? Allahu xhaleshanu ka thënë se muaji i Ramazanit është muaji i cili ka zbritur Kurani për udhëzimin e njerëzve dhe sqarues e rrugës së drejtë. Edhe unë doa që të hi në xhenet nga dera Rejan duke agjëruar të bukurin Ramazan. Çfarë është nata e Kadrit? Është një muaj në të cilin është një natë më e mirë se 1000 muaj. Ajo është nata e Kadrit. Mirë se erdhe Ramazan. Agjëroni që të shëroheni, tha profeti alayhis salam. Urime muaj i durimit. Shokët e mi, e dini se natën e parë këtij muaj Zoti i shikon agjëruesit, e kënë e shikon Zoti nuk do të dëshkoj ato kurrë. Allah në pranoft agjërimin. Ky është muaji i durimit. E shpërblimi i durimit është xheneti. Allahu na pranoft agjërimin e këtij muaji. O Allah, për ty agjërova, në ty besova, në ty mbështetem dhe me begatitë e tua po bëj iftar. Ram